Kurrë mos i ruani vezët në derën e frigoriferit. Ja pse. Vezët janë të lira, të shëndetshme dhe gjithashtu të lehta për t'u përgatitur, por gjatë verës gjithmonë duhet të keni kujdes që ato të jenë të freskëta dhe të shëndetshme. U sillim disa këshilla luajtur me ruajtjen e tyre, pastrimin dhe përgatitjen e tyre. Para se t'i blini ato, hapni ambalazhin e kartonit dhe kontrolloni nëse janë të ndotura dhe të thyera. Nëse frigoriferi mban në ambalazhin origjinal të tyre, ruajini në raftet e frigoriferit ku është më ftohtë, e jo në derën e tij ku më së shpeshti gjendet vendi i caktuar i vezëve, ku temperaturat janë më të larta se në cilindor raft tjetër. Ekspertë këshillojnë të mos i mbani vezët te dera e frigoriferit, pasi ndryshimi i shpeshtë i temperaturës sa herë që hapet dera e frigoriferit mund të krijojë edhe prishjen më të shpejtë të tyre, të cilat më pas mund t'ju çojnë edhe drejt helmimit nëse i mbani për një kohë të gjatë.